Policia rrugore po kryen rolin e prokurorit dhe atë të gjykatësit. Ky është një nga konstatimet më të forta të raport progresit hartuar nga specialistët e emisionit të policisë së Komunitetit Evropian në Shqipëri për vitin 2011. Pavarësisht asaj çfarë shpeshherë propagandon në media Policia e Shtetit për sukseset e policisë rrugore, situata në terren duket se është krejt ndryshe. Këtë radhë raporti është hartuar nga të njëjtët ekspertë të misionit të policisë së Komunitetit Evropian në Shqipëri, të cilët njëkohësisht trajnojnë dhe ofrojnë asistencë për efektivat e policisë rrugore. Numri i lartë i aksidenteve në rrugët e Shqipërisë gjatë dekadës së fundit është treguesi më i vërtetë i situatës së trafikut rrugor në vend. Pavarësisht faktit se një pjesë e konsiderueshme e akseve rrugore kombëtare janë ndërtuar sipas parametrave bashkëkohor, numri i viktimave në rrugët e Shqipërisë vazhdon të jetë i ngjashëm me atë të një bilanci lufte. Përpjekjet e deritanishme të policisë rrugore kanë qenë të pamjaftueshme. Madje shpeshherë të pastudiuara dhe të zbatuara në terren nga staf e oficerësh të vendosur në detyrë në bazë të bindjeve politike apo interferencave klanore brenda radhëve të policisë. Sidomos emërimet në funksione të rëndësishme të policisë e qarkullimit rrugor, të oficerëve drejtues për shkak të qëndrimeve të tyre qartësisht politike, kanë shkaktuar jo vetëm një prishje të imazhit të policisë në tërësi, por dhe dëme të mëdha materiale dhe njerëzore. Në korrik 2010, Drejtoria e Policisë Rrugore u ristrukturua në linjë vertikale drejtimi dhe e centralizuar në 12 njësi rajonale të policisë rrugore. Në fillim të vitit të 2011, Drejtoria e Përgjithshme vendosi të krijonte një projekt pilot ku trafiku në Tiranë i kaloi Drejtorisë së Policisë së Qarkut për menaxhimin e trafikut urban dhe trafiku në linja, kaloi në përgjegjësinë e njësisë së kontrollit autostradave në varësinë e Drejtorisë së Policisë Rrugore. Njësia për kontrollin e autostradave u trajnua nga Pameka për mënyrën se si duhet të bëhet një pikë kontrolli në autostradë sipas modelit që përdorin vendet anëtare në Schengen, ku bëhen pika kontrolli për të huaj brenda vendit në rrugët kryesore. Kjo metodë përdoret nga Njësia për kontrollin e autostradave dhe Policia Rrugore, të cilat duhet të ndërtojnë pika kontrolli të sigurta me shenja të qarta paralajmëruese për drejtuesit dhe vetpunonjësit. Këto pika kontrolli në autostrad mund të bëhen edhe në bashkëpunim me policinë kufitare ose kriminale për të identifikuar automjete të vjedhur, lënë narkotike, persona në kërkime të tjerë. Vetëm Njësia e re e kontrollit autostradave ngritur me aq bujë e pajisur me mjete të fjalës së fundit, ka në radhët e saj një dëshmor të atë dhe 2 punonjës policie që të plagosur në detyrë kanë humbur aftësinë për të punuar gjithë pjesën e mbetur të jetës së tyre. Duhet që të vendosen në vendet të caktuara, me plane të caktuara, masash dhe me masa të plota sigurie për patrullën dhe për kundravajtësin që ndalohet. Sepse në këto rrugë me shpejtësi të madhe mund të bëhen shkak për aksidente, kontrolle të tilla që janë spontane dhe të pa organizuara mirë nga strukturat e policisë rrugore. Këto pasoja kanë ardhur vetëm si rezultati mungesës së profesionalizmit të drejtuesve të strukturës, të cilët janë vendosur aty në ndikim të fortë politik dhe si shpërblim për qëndrimin që kanë mbajtur gjatë fushatave politike. Mjafton të përmendim rastin e rënies në krye të detyrës të nënkomisarit 29 vjeçar Pajtim Alstafa, i cili ra viktimë e një posto bloku të ngritur në kundërshtim me rregullat e parashikuara për raste të tilla nga Njësia e kontrollit autostradave. Sot japim
lam të mirën dhe nderojmë nën komisar Pajtim Alstafën, i cili ra dje në krye të detyrës gjatë një operacioni special. Nën komisar Pajtim Alstafa ishte vetëm 27 vjeç, por gjatë shërbimit të tij në policinë e shtetit, ai u shqua për përkushtimin, profesionalitetin, vendosmërinë dhe modestinë me cilin kreu të gjitha detyrat që u ngarkuan. Spikati, gjatë shërbimit të tij në kushte shumë të vështira, operacione komplekse në luftë kundër krimit dhe bandave, mishëroi virtytet më të mira të punonjësit të policisë shtetit. I sapo martuar, dhimbja që unë ndjej ndonë se nuk pata fatin ta njoh nga afër, është vetëm një grindës e dhimbjes që ndjejnë sot kolegët dhe të afërmit e tij, nëna, babai dhe motra e tij dhe bashkëshortja e tij. Por unë ndjej sot po kështu një mirënjohje të thellë për sakrificën e tij. Dhe i gjithë kombi i është sot mirënjohës nën komisar Pajtim Alstafës. Siç është mirënjohës çdo punonjësi të policisë shtetit të rënë krye detyrës dhe çdo punonjësi të policisë shtetit anë ban vendit. Sepse janë këta heronj, cilët me sakrificën e tyre sublime, që përfshin dhe jetën e tyre kur është nevoja, kanë bërë të mundur që Shqipëria sot të jetë një vend tjetër. Zoti ju paksoft dhimbjen familjarëve dhe miqve të tij. Dhe Zoti i dhënë paqen e amshuar, sikundër ky kom mirënjohës sot e nderon me titullin e dëshmorit të dheut. Përdorimi i radarëve ose i njohur ndryshe si mjetet matëse të shpejtësisë automjeteve në Shqipëri ka sjellë vazhdimisht ankesa të shoferëve për vërtetësinë e shkeljes së konstatuar, por dhe mënyrën se si ato janë përdorur nga punonjësit e policisë rrugore. Në këto aparate nuk mund të ndërhyet brenda aparatit, por cilësia e kontrollit dhe e konstatimit të shpejtësisë kur lazeri e ka humbur atë ndjeshmërinë dhe nuk matën në distancën e duhur, këto duhet të matin në një distancë deri në 800 metra largësi, të konstatojnë shpejtësinë e lëvizjes së një mjeti. Unë jam i sigurt që distanca e tyre sot në konstatimin e kundravajtjeve nuk është më e madhe se 100 metra ose 50 metra. Nga që ka rënë ndjeshmëria dhe duhen ndruar, ato duhet kalibrohen çdo vit. Që prej 10 vitesh në Shqipëri kanë hyrë në përdorim radaret me lazer dhe më konkretisht në fund të vitit 2002, të cilët ose janë blerë nga qeveria shqiptare ose janë dhuruar nga homologët tanë europian. Në vitin 2003 Shqipëria i kërkoi ndihmë 2 vendeve, Kanadas dhe Italisë, për llogaritjen e tejkalimit të shpejtësisë, ku ofruan 2 variante: radari me fotografim, i cili ishte më preciz, dhe radari me diodë ose i njohur ndryshe si radari me lazer, varianti i cili u konsiderua më i përshtatshëm për Shqipërinë si pasojë e mungesës së një sistemi të saktë adresash. Atëherë aktualisht në vendin tonë përdoren 2 lloje radarësh, radar me efekt Doppler dhe radar me efekt lazer. Këto janë 2 radarë që ndodhen aktualisht në tregun shqiptar dhe operojnë nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit. Sipas eksperiencave të fundit perëndimore, në tregat internacionale, radarët me efekt Doppler janë radarët që janë aktualisht në funksion në të gjithë
vendet e huaja dhe aktualisht drejtoria e policisë së shtetit, megjithëse disponon të dyja tipet e radarëve, më tepër është fokusuar në radarët me efekt Doppler. Radarët me efekt lazer janë aktualisht disponibil në drejtorinë e policisë së shtetit, por siç e lart përmenda unë, radarët me efekt Doppler janë radarë që plotësojnë kërkesat e larta, kërkesa teknike sipas rekomandimeve ndërkombëtare që ne jemi bazuar. Drejtoria e Përgjithshme e Meteorologjisë është autoriteti kombëtar për njohjen e miratimit tipit për instrumentat matës në Shqipëri, duke përfshirë dhe instrumentat matës të gjatësisë që janë radarët. Aktualisht Drejtoria e Përgjithshme e Policisë ka bërë njohjen e miratimit të tipit për radarët me efekt Doppler, duke u bazuar në standardet ndërkombëtare OIML-s dhe në bazë të ligjit për meteorologjinë. Gjithashtu, Drejtoria e Përgjithshme e Meteorologjisë ka përgatitur aktin nënligjor, duke përgatitur një VKM për radarët dhe e ka dërguar në Ministrinë përkatëse, aktualisht në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe pritet propozimi dhe finalizimi i këtij akti ligjor nga Ministria përkatëse. Radarët për matjen e shpejtësisë janë instrumenta të domosdoshëm në fakt, në kushtet kur në statistikat e aksidenteve rrugore na rezulton që një pjesë e madhe e aksidenteve ndodhin për shkak të tejkalimit të normave të shpejtësisë, radarët janë të domosdoshëm për të kontrolluar dhe për të ndëshkuar kundravajtësit e këtyre shkeljeve që bëhen shkak për aksidente. Çështja është që çfarë kushtesh duhet të kenë radarët që dalin në rrugë. Në dijenin time, pjesa më e madhe e radarëve janë radarë portativ, patrol, lazer patrol, të cilët janë marrë vite më parë, në vitin 2003 një pjesë dhe mund të jenë marrë disa dhe më vonë, dhe janë radarët që ju i shikoni të gjithë në rrugët interurbane kryesore ose edhe në rrugët dytësore të përdorura nga patrullat e policisë rrugore. Që radari i matjes së shpejtësisë të jetë funksional, ai duhet të plotësojë një sër kërkesash teknike dhe meteorologjike. Sipas standardeve europiane të miratuara, kundër të tjera parashikohet se radarët duhet i nënshtrohen një verifikimi periodik, minimumi 6 muaj, maksimumi 1 vit, ku parashikohet kontrolli i saktësisë së shkallës së frekuencës, kontrolli të matjes së shpejtësisë dhe një sër aspektesh të tjera të cilat duhet të certifikohen nga organet përgjegjëse të kalibrimit të këtyre aparateve. Kam përshtypjen që pjesa më e madhe e këtyre aparateve matës aktualisht nuk janë brenda kritereve teknike të përdorimit. Ka një udhëzim të Ministrit të Brendshëm që këto aparate matës së shpejtësisë duhet të kalojnë çdo vit në kalibrim dhe kolaudim. Kolaudim dhe kalibrim i cili duhet pasqyrohet në librezën përkatëse të tyre dhe gjatë kontrollit që patrulla e policisë rrugore ushtron në rrugë me këto aparate, në biletën që printohet për kundravajtësin, duhet të shënohet patjetër edhe data e kalibrimit të këtij aparati që është brenda normave, brenda afatit ligjor të kërkuar apo jo. Unë mendoj që këto e kanë kaluar këtë afat, shumica nuk kanë kaluar pranë institucionit përkatës që të kryej kalibrimin dhe dyshoj dhe në vërtetësinë e matjeve që bëjnë. Në Shqipëri që prej futjes në përdorim të këtyre aparaturave matëse dhe deri tani nuk ka asnjë ligj i cili të përcaktojë rregullat e sakta të kalibrimit apo të certifikimit periodik të radarëve me lazer. Atëherë drafti i ri parashikon që këto radar të jenë në përputhje me të gjitha standardet ndërkombëtare. Dhe ky draft është bazuar në të gjitha standardet ndërkombëtare dhe nga eksperiencat e marra nga të gjitha institucionet homologe që merren me këtë fushë. Deri tani ka pasur ekzaminim dhe kalibrim të radarëve në vendin tonë? Aktualisht nuk ka pasur ekzaminim dhe verifikim. Por, pas miratimit të VKM-s dhe në bazë të kontratave që Drejtoria e Përgjithshme e Meteorologjisë me partnerët tanë europian ka bër kontratë për verifikimin e radarëve nëpërmjet pajisjeve që do të vinë në laboratoret e institucionit tonë. Dhe verifikimi i radarëve është verifikim periodik ligjor i cili bëhet një herë në vit.
që prej vitit 2004 kur u dërguan në Sloveni 19 radar me lazer për kontrollim dhe kalibrim, këtyre aparaturave nuk i është kryer më asnjëherë kontroll, verifikim periodik apo shërbime, çka sipas specialistëve të fushës sjell mundësinë për rritje të abuzimit nga ata që i përdorin. Unë nuk kam ndjeni për një operacion të tillë, nëse do të jetë ndërmarrë një operacion i tillë për të kontrolluar se si funksionojnë këto aparate, për mua është një gjë e mirë. Bile unë do thoja që është i vonuar një ekzaminim i tillë të gjithë këtyre aparateve të matjes të shpejtësisë në rrugë. Ato detyrimisht, ato që nuk përmbushin kushtet, duhet të hiqen nga qarkullimi dhe të përdoren edhe pak, ndoshta edhe shumë pak, po të përdoren ato mjete dhe ato aparate që plotësojnë kushtet dhe standardet e kërkuara nga Udhëzimi i Ministrit për homologimin e mjeteve të kontrollit. Në dijenin time ka disa aparate të rinj që janë marrë 2-3 vitet e fundit nga policia rrugore, janë jo si këta portativ, po matës shpejtësie stacioner. Nuk e di se si është gjendja e tyre dhe a janë në funksion të plot. Para disa kohësh nuk funksiononin, 8-9 copë që kanë pas blerë policia rrugore para disa vitesh. Edhe ato besoj që e kanë arritur atë, e kanë kaluar stadin për të kaluar dhe ato në kalibrim dhe në pavarësisht se janë blerë të reja brenda 1 ose 2 vitesh. Afati për kalibrim i çdo aparati matës është vjetor. Çdo vit duhet bëhet kalibrimi i aparatit dhe të dhenat e testuara nga institucioni përkatës duhet të pasqyrohen në librezën e aparatit, librezë e cila shoqëron çdo aparat. Institucioni i cili merret në vendin tonë me kontrollin e aparateve matëse është Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë. Specialistë të kësaj drejtorie bëjnë me dije se është hartuar një draft projekt për miratimin e një shtese në vendimin e Këshillit Ministrave me numër 1351 datë 3/10/2008 për miratimin e rregullores për kërkesat teknike metrologjike të instrumentave matës ligjërisht të kontrolluara. Në këtë draft parashikohen kërkesat teknike, metrologjike për radaret e matjes së shpejtësisë dhe analizuesit e prezencës së alkoolit në frymarrjen e drejtuesve të automjeteve. Drafti ende nuk është miratuar. Për radarët me efekt lazer, Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë është duke u përgatitur dhe duke u konsultuar për përgatitjen e një rregullore për sa i përket kushteve teknike metrologjike në përputhje me këto radar. Atëherë dua të theksoj për radarët me efekt lazer. Ndërkohë, për radarët me efekt Doppler, drafti është përgatitur dhe ka shkuar në institucionin përkatës, aktualisht në Ministrinë e Ekonomisë, dhe pritet finalizimi dhe miratimi i këtij rregullore në lidhje me radarët me efekt Doppler. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë është autoriteti kompetent në lidhje me përdorimin. Ne thjesht, domethënë, zbatojmë ligjin për metrologjinë duke u bazuar në certifikatat ndërkombëtare dhe standardet ndërkombëtare dhe për ligjin për metrologjinë për certifikimin e këtyre radarëve. Bëhet fjalë për rreth 9 radar të tillë, të cilët nuk i mbulojnë plotësisht kërkesat e policisë rrugore. Pavarësisht këtij fakti, në përdorim vazhdojnë të mbeten radaret me lazer, për të cilët disa ditë më parë shërbimi i kontrollit të brendshëm ka nisur një hetim duke bllokuar disa radar, për të cilët sipas informacioneve të mbledhura nga ky organ, dyshohet se aparateve ju është bërë një rritje fiktive e leximit të shpejtësisë me 10 km/h. Pra nëse një mjet udhëton me 110 km/h, aparati lexon 120 km. Nëse kalibrohen dhe ju ndrohen pjesët, ju ndrohet lazeri dhe bëhen në kushtet brenda parametrave teknik, ato janë të përdorshëm në rrugë dhe janë krejtësisht normal. Natyrisht që nuk duhet të dalë patrulla e policisë vend e pa vend, sikundër rëndom shikojmë në rrugë interurbane kryesore, ku shpejtësia e lejuar është
deri në 90 km/h, nuk mund të dalë një patrull policie me radar të tillë të ndalojë dhe të japë ndalimin një mjeti që mund të bëhet shkak për një pasojë aksidentale. Kostot, unë mendoj që janë krejtësisht të përballueshme nga gjobat që vendosen me këto aparate. Kostot për riparimin dhe mirëmbajtjen e tyre janë plotësisht përballueshme. Por e keqja është se ne i blejmë mjetet, siç ndodh edhe në mjaft raste të tjera, që unë e vere këtë situatë, kujdesemi për të planifikuar fonde për të blerë dhe mandej nuk planifikojmë më fonde për të mirëmbajtur. Mirëmbajtja qofte aparaturave që kontrollojnë rrugë, qofte edhe mirëmbajtja e akseve rrugore, ndërtohen rrugë, me që po dal pak nga tema, ndërtohen rrugë të reja dhe shpesh nuk planifikohet gjë për mirëmbajtjen e tyre. Sipas standardit evropian, por dhe sipas draftit të hartuar nga Drejtoria e Metrologjisë, gabimi maksimal i lejueshëm kur kontrollojmë shpejtësinë me një radar Doppler ose lazer është plus minus 3 km/h deri në shpejtësinë 100 km, ose plus minus 3% në shpejtësinë mbi 100 km. Përgjithsisht, radarët janë instrumenta që përdoren në rrugët interurbane. Bile, unë do të thoja që për të mos qenë abuzive policia në përdorimin e tyre, duhet i përdorë në segmente rrugore ku shpejtësia e lejuar është maksimale. Shpesh, në mënyrë abuzive, radarët për matjen e shpejtësisë vendosen brenda zonave të kufizimeve të shpejtësisë. Që do të thotë që në një rrugë interurbane kryesore, nëse shkon nga Tirana apo themi në Durrës, diku në Vorë ka një tabelë kufizimi shpejtësie 40 km/h të menjëhershme, që një mjet që kalon për të shkuar me destinacion në Tiranë nga një shpejtësi 90 km duhet të modifikoj shpejtësinë me njërë brenda kufizimit prej 40 km, është një tabelë abuzive që është në rrugë dhe në mënyrë abuzive dhe policia vendos pikërisht radarin në atë pjesë ku është kufizimi 40 ose 60 km/h. Kjo nuk është korekte. Ne le të kapim aty ku te i kalohet shpejtësia mbi maksimumin që kërkon aksi rrugor. 90 km rrugët interurbane kryesore dhe 80 km në rrugët urbane dytësore. Po të arrim të konstatojmë këta lloj kundravajtësish, e kemi kryer detyrën më së miri. Burimet zyrtare të Drejtorisë të Policisë Rrugore bëjnë me dije se në Tiranë vendosen mesatarisht rreth 23.000 gjoba në muaj, pra rreth 750 gjoba në ditë, me një vlerë totale mujore prej 270 milion lekësh të vjetra, ose rreth 9 milion lekë të vjetra në ditë.